Dhe mirë se gjem shikues nderuar, sërish jemi bashkë drejt për drejt me emisionin ton dhe të ju e në gjithsesi Provita. Sonte kam nderin t'ua prezentoj një mjeke të re për nga vitet, po me gjithat me mjaft tituj. Sonte me ne dhe bashkë me ju, doktoresha Arzani Hasani Jusufi, specialiste e mjekësisë së smundjeve të mbrëmshme dhe subspecialiste gastroenterohematologe. Po, ndërimet e mia doktoresh. 10 vite të mira jeni në klinikën universitare, qoftë si interniste fillimisht, e më pas më veç edhe si subspecialiste, por do ju lë juve të na prezentoni vetën me një letër njoftim të shkurtër, sepse unë këtu kam ca vite, ca data, të cilat do me thënë mund t'u përshkruedhun, po ja që jeni heraj parë në Provita dhe po ju lë juve të na informoni se kush në fakt është doktoresha Arzana Hasani Jusufi. I përshëndes të gjithë teleshikuesit. Unë jam doktoresha Arzana, punoj në klinikën e gastroenterohepatologjisë prej vitit 2011. Kam kryer fakultetin e mjekësisë në Universitetin Sveti Kirill Metodi në Shkup në vitin 2009. 2010 kam pas praksën në ambulantën private të babit tim, pediatrit, doktor Hasani. Mbasandej jam punësuar në klinikën e gastroenterohepatologjisë në 2011. Një vit më përpara kam filluar edhe specializimin në sëmundjet e mbrëmshme të interna mjekësisë interne. Ashtu si që dim neve si interniste. Në vitin 2015 e kam kryer specializimin, ndërkohë në 2016 jam zgjedhur si asistente që jap mësim studentëve të fakultetit të mjekësisë dhe stomatologjisë. Dhe në 2025 jam zgjedhur edhe jam rizgjedhur si asistente prap në 2022-2025. Kam mos harrova diçka, po subspecializimin në klinikën e si gastroenterohepatologe. Për cilën edhe ju kemi ftuar sonte para së gjithashtu. 2022 dhe 2021 dhe 2023 kam doktoruar në fushën e gastroenterohepatologjisë. Po me një temë shumë e rëndësishme për cilën ndoshta në fund të emisionit do e përmendemi dhe në një të ardhmes të shpejt do të them, sërish do flasim për fibrozën e mëlçisë, ku edhe keni diplomuar me këtë temë, por ne vendosëm bashkërisht sot po. Doktoresh, flasim për dhjamosjen e mëlçisë, si një nga problemet më të shpeshta të pacientëve që ndoshta edhe kërkojnë ndihmë në klinikën universitare. Unë do them shkurtimisht të gastros, apo jo? Besoj që nuk është ndonjë gabim, po, por megjithatë le të shkojmë fillim një letër njoftim edhe të klinikës, për cilat sëmundje më së shumti, domethënë në klinikën e gastroenterohepatologjisë merremi me sëmundje të ndryshme të sistemit gastrointestinal, sëmundje komplekse, sëmundje më të zakonshme deri tek ato më komplekse. Në diagnostifikimin, në trajtimin e tyre. Fillojmë prej, ka prej fytit, ajo tuba që e lidh fytin me lukthin, zorën e hull, zorën e trash, pjesën anale apo zorën anale, po ashtu mëlçin, pankreasin, si dhe sëmundjet cilat i përfshin gjithë abdomenin, brenda në stomakun. Organet e tretjes, mund të quajmë edhe kështu? Po, e thash në fillim, po. Sistemi gastrointestinal. Në këtë klinikë kemi sëmundje, në klinikën e gastroenterohepatologjisë kemi një fluks të madh të pacientëve. Tash zakonisht në pjesën e urgjencës së gastroenterohepatologjisë vjen pacienta me sëmundje me simptome më të zakonshme, edhe shumë herë ne jemi ankuar si unë dhe kolegët e mi, se kemi shumë pacienta. Kemi shumë pacienta të cilat vinë me sëmundje, domethënë me dhimbje të simptome të thjeshta, mirë po, përvoja ka treguar
se edhe mbas atyre simptomeve shifet sëmundje shumë të rënda dhe më shumë komplekse. Jo rastisht ne. Kështu që edhe pacientët, të gjithë pacientët meritojnë një kujdes të veçantë, një përkushtim të veçantë, do të thënë të gjithë. Jo dhe mos të bëjmë nuk duhet të bëjmë dallimin mes pacientëve me sëmundje me simptome më të zakonshme dhe t'i dallojmë nga ato që janë më urgjente apo me sëmundje më komplekse. Sonte do të thotë me qenë se është hera e parë që jeni në Provita, ne do mundohemi me juve që të mësojmë diçka, fillimisht edhe unë pse jo, ose të na rikujtoni se do të thënë cilat janë ato probleme më të shpeshta, por edhe vim apo jo do të thënë në kohë, se zakonisht specialistët e fushave të ndryshme kur vinë këtu në Provita, fatkeqësisht thonë pacientët po vinë zakonisht në fazë më të avansuar, pavarësisht të cilës sëmundje ose problemi shëndetësor. Të fillojmë tek dhjamosja e mëlçisë. Këtë temë e zgjodhëm bashkërisht. Pse, doktoresh? Në fakt, edhe me sugjerimin e juaj, por edhe mendoj se është një... Po rikthehem te ajo që të tregova Sevdie, se kemi një numër të madh të pacientëve të cilët janë me simptome të thjeshta, mirë po mbas atyre maskohen diçka tjetër që është më serioze. Edhe meritojnë diagnostifikim më të kujdesshëm edhe më afatgjat. Njëra prej tyre, ajo që po duhet të ta ceki është edhe të ta përsëris më shpesh, është sëmundja, është dhjamosja e mëlçisë. Dhjamosja e mëlçisë apo është sëmundja e heshtur. Vjen pacientët, domethënë me pa simptome. Pa simptome janë. Ja, këtë duket edhe mëlçia, apo jo? Kjo është mëlçia e shëndetshme edhe mëlçia e dhjamosur. Në fakt, mëlçia e dhjamosur është akumulimi i ndyrnave, në veçanti trigliceridëve në qelizat e hepatocitet, apo qelizat që e krijojnë heparin, një ndër organet më të rëndësishëm të organizmit të njeriut, në cilën ndryshe quhet edhe si laboratori i organizmit të njeriut, ku kryen shumë funksione, domethënë anabolike, katabolike dhe në fakt gjithçka aty kalon. Edhe detoksifikime. Si laboratori mirë? Laboratori mirë, po. Laboratori i organizmit quhet. Kështu që përderisa prishet mëlçia, gjithçka çrregullohet. Unë kështu do të thënë bazë të përvojëve disa vjeçare mund të tregoj domethënë se mëlçia është organ shumë i rëndësishëm në organizmin e njeriut. Është një organ që është vlerësohet se është organi më i madh në organizmin tonë? Është i ndarë në pjesën, po. Mos ju lodhi kot. Është i ndarë në lobusin e djathtë edhe në lobusin e majt, edhe me segmentet cilët janë të rëndësishme zakonisht për lokalizimin e sëmundjeve kancerogjene, do të thënë këto ndryshimeve fokale të mëlçisë. Për biopsi edhe për trajtim kirurgjik të tyre. Do të thënë, të kthehemi tash te dhjamosja e mëlçisë. Dhjamosja është, siç e ceka edhe më herët, është akumulimi i ndyrnave në mëlçi, në hepatocite. Edhe to mbi 50%, më së pakti ose të themi, 50% të hepatociteve mbushen me ndyrna me predominim të triglicerideve. A mund vetëm një? Po. Trigliceridet dhe holesteroli. Holesteroli, po. Ku i bie kjo? Si i bie, apo të njëjtat, nëse kemi probleme holesterol, a do të thotë se mund të kemi edhe me mëlçin, apo vetëm trigliceridet? Nëse ndërhyj shpesh, ju lutem më ndërhyjni. Arsyet kryesore për dëmtimin e mëlçisë, se tash sipas ka 9 tipa të dhjamosjes së mëlçisë, njëra prej atyre është edhe dhjamosja e mëlçisë jo alkoolike që është njohur më herët, që tashti njihet si MZLD apo si rezultati i çrregullimeve metabolike. Kur flasim për çrregullime metabolike, është edhe dislipidemia, apo rritja e holesterolit dhe po ashtu edhe rritja e triglicerideve. Rritja e yndyrrat e LDL-it dhe zvoglimi i HDL-it, domethënë
yndyrës së keqe dhe yndyrës së mirë. Po, ekziston ashtu tek gjuha e popullit, ju e keni ato të minet e juaja që i thënë? Është njëra prej faktorëve kryesor. Ne mos them tashti mas para 5 viteve, po themi para 10 viteve, steatoza e mëlçisë ka qenë më pak e shprehur në vendin tonë. Kemi pas ndëgjuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të ushqimit të procesuar atje. Po, atje dihet se është ushqimi i shpejtë, është ushqimi i shpejtë, ka pasën, domethënë, është më tepër, po, kemi më tepër pacienta obez, diabet, hipertensioni, por edhe tashti në kohën e fundit sa shkon edhe më tepër paraqitet edhe rritet numri edhe në vendin tonë. A kemi sipas një numër të madh të pacientëve me këtë lloj diagnozesh? Ka shumë. Para 5 viteve ka qenë themi nëse se kam kontrolluar 10 pacienta me eho edhe me patologji tjera, në eho, me patologji tjera, prej 5 pacienta kanë qenë me statos të heparit. Kurse tash i keme 10 pacienta prej 10-ve, ndoshta në ndodh me statos të heparit. Është në rritje në numër të madh, domethënë është me rritje të shpejtë, edhe për fat keq, shpresoj që të ndikojmë në këtë fazë, në fazën fillestare ku mund të ndikohet. Pak a shumë përmendet shkaqet, por cilat janë sipas jush ato shkaqet tjera? Shkaqet tjera, po, si shkaqet tjera mundet me qenë edhe hipertensioni, është obeziteti, rezistenca insulinit, diabeti. Është, po flas të gjithë pacientët nuk konsumojnë alkohol. Po, definitivisht. Pa konsumimin e alkoholit. Është edhe tjera, është pas holistektomisë, apo heqjes së tamthit, është sleep apnea, ka edhe ovariumet policistike, dhe ato janë disa rastet cilat paraqitet. Mirë po tash të rikthehemi. Kjo është tipi i parë, domethënë me statos të heparit jo alkoolik apo me çrregullime metabolike. Kemi edhe statos të heparit jo alkoolik, mirë po me ndryshime vetëm me inflamacion. Ajo është me inflamacion të hepatociteve, e cila progredon në fibroz edhe paraqitet ciroza. Ajo është mesh, është tjetër problem, është progres i sëmundjes së mëparshme. Po se parashikojim studio përmendet shifrën 500 lloje. Jo, 500 funksione ka. 500 funksione. Mëlçia. Domethënë këto janë nën tipat, këto është mënyra se si bëhet ndamja. Masandej flasim për ciroza, e cila paraqitet tek këto pacienta që kanë me vetëm inflamacion, vetëm paraqitet inflamacioni i mëlçisë. Ciroza i bën çfarë, doktoresh? Ciroza është faza e fundit. Para cirozës është fibroza. Kemi disa regjia kohë pas kohe po i lëshon foto, po tregoni që t'ju tregoj cila është. Kjo është statoza e mëlçisë. Në pjesën e parë kemi mëlçin normale. E dyta është statoz, fibroz dhe ciroz. Tjetra. Po, shkojmë edhe njerë. Besoj që edhe shikuesi do kenë ciroz dhe karcinoma hepatocelulare është e fundit. Domethënë duke filluar prej anës po, kjo është mëlçia e dhjamosur dhe mëlçia e shëndosh. Këto shifen, doktoresh, dhe përmes ultrazërit, përmes ehos, apo jo, mënyra e diagnostikimit, apo fillimisht shkon gjithçka me ca analiza të gjakut. Si shkon diagnostikimi? Zakonisht me screeningje. Screeningjet që bëhen shumë shpesh të punëtorëve që punojnë. Ose kush është më i rregullt te mjeku familjar që i bën analizat vjetore, ashtu i bie? Po, sistem këto edhe screeningjet, po edhe sisteme kontrolli sistematike, po kontrolli sistematike. Se cili institucion sa analiza i bën? Pacientët pa simptome paraqitet në rritje lartë të enzimave të heparit. Në fillim, domethënë përveç
që nuk kanë simptome, kanë veç ndryshime të analizave biokimike. Mëlçia tregohet jo vetëm me pasqyrën klinike, po edhe me pasqyrën e biokimike ose laboratori. Aty kemi të rritura AST-n dhe ALT-n si enzimet të heparit. Por ka edhe tjera enzime edhe tjera faktorë që janë të lidhura ngushtë me dëmtimin e mëlçisë. I kanë të rritura po ashtu edhe trigliceridat, i kanë të rritura edhe holesterolin, shumica e pacientëve kanë edhe diabet, kanë edhe hipertension, kështu që krejt këto faktorë janë të lidhura me dëmtimin e mëlçisë. Do të thonë, përveç se anamneza është shumë e rëndësishme në fillim, te çdo pacient të mirët që të diagnostifikohet dëmtimi i mëlçisë. Në këtë rast, diagnosja e mëlçisë. Anamneza e duhur, anamneza qysh në fillim, na tregon shumë gjëra. E dyta është pasqyra laboratorike. E treta është eho. Një mëlçi normale nuk është e bardhë, po ka ngjyrën normal, sikurse në fotografi. Po. Këto diçka? Po. Shife, këtu të rikthehemi te fotografia më pashme. Rregull, ajo kaloj, tani varet, ja, mundet regjia. Diagnosja e mëlçisë shifet sakt, do të thënë në krahasim me korteksin kjo është në ultrazë, me korteksin e bubrekut. Kjo është një diagnosje tipike e mëlçisë. Po, atëherë kështu doktoresh, ne do të ndalim edhe në atë se çka pas diagnostikimit dhe si në fakt në një mënyrë treguat se si diagnostikohet. Po doktoresh, simptomat që na bëjnë me dije se ndoshta kemi problem me mëlçin, të them drejtën, kemi dëgjuar se është në pjesën e djathtë, ndonjëherë dhëmb, po ka raste kur nuk dhëmb. Dhe si atëherë nëse nuk i bëjmë të analizat e gjakut, ose ndoshta rritjen e nivelit të trigliceriteve të një person moshës mesatare, moshës të dytë, mos them tani në moshën e tretë, më të moshuarit, si qëndron kjo? Në fillimet e para është asimptomatike. Është ajo që do na kishit treguar, kështu që të dimë se kem probleme me mëlçinën se Në fillimet e para pacientët vijnë pa simptome. Edhe i kanë të rritura deri dikund ato enzimet e mëlçisë. Mirë, po nuk është diçka serioze, simptomatologjia edhe anashkalohet. Kur të vjen deri te progresion, do të thënë progredimi i simptomeve, në paraqitja e dëmtimit të dhimbjet e anës të djathtë të mëlçisë, pjesës së lartme të të anës ndërbri, një pasqyra laboratorike, eosonografia që tregon diagnosin e mëlçisë, si dhe klinika, do të thënë dhimbjet na tregojnë për progres të progredim të të procesit. Apo është inflamacionet. A ka të bëjë kjo ndoshta me moshën, me gjinin? A mund të preken edhe më të rinjt? Është më e shprehur te meshkujt. Është më e shprehur. Prevalenca është më e lartë në më tepër është te meshkujt sesa te femrat, por gjithashtu është e shprehur tash të rikthehemi në të cilat vende të botës, më tepër në Amerikën e Jugut, sesa në Evropën perëndimore, si dhe është në rritje. Është në rritje, incidenca shkon me kohë po rritet. Çka pas diagnostikimit? Ta zëm, erdh një pacient, diagnostikohet se ka problem me diagnosën e mëlçisë. Çfarë duhet bëj? Si trajtohet? Trajtohet apo jo? Rikthehet apo jo e kështu me radhë? I përcjellim këto pacienta. I përcjellim një kohë më të gjatë në fazën e parë. Edhe në fazën e parë mund të intervenohet me ndërhyrje të jo medikamentoze, por ndryshimin e mënyrës së jetesës. Ato që kemi filluar qysh para 5 viteve, që i kemi thënë çdo pacientit, të fillojsh të mos hash yndyrna, ta kontrollojsh peshën, shumë rëndësi, ushtrime fizike, ushqimin, të mos ketë yndyrna dhe mos ketë ushqim të papërpunuar, domethënë fast food, por gjithashtu edhe të mos ta kontrolloj edhe hipertensionin, edhe diabetin. Domethënë ta shëroj, të shkojë të marrë medikamente për trajtimin e diabetit dhe hipertensionit, sepse sidoqoftë diabeti, hipertensioni
obeziteti, stresi kronik, të gjithë janë sikur janë të lidhura, është një mekanizëm i përbashkët, domethënë të cilat njëra me tjetrën, edhe hiperlipidemia, të gjitha janë të lidhura njëra me tjetrën, si në zinxhir. Kështu që ajo është. A ka gjasë të kemi edhe, ose të prekimi me këtë smundje edhe si pasoje gjeneve, ose si smundje trashëguese, është apo jo? Kemi pas qarojmë vetëm? Po, nuk është vetëm, shife, Sevdija, kemi pas raste kur kanë ardhen më herët pacienta me ciroz, me komplikime të cirozës, edhe etiologjia nuk është ditë. E kemi lëshuar si pa e ditë për çka ka ardhur dëmtimi i mërqisë. Do të thënë, është paraqit problemi me ciroz, me komplikime të cirozës, por nuk e kemi ditë. Tash me kalimin e kohës gjithçka po është e qartë, se jo vetëm pacientët cilat kanë hepatit mundet më paraqit ciroza, jo vetëm pacientët cilat kanë pinë alkohol mundet më paraqit, po edhe të këto pacientët që kanë diabet, që kanë hipertension, hiperlipidemi, edhe të këto mundet me u paraqit ciroza. Nuk është më kriptogjene diagnoza, po dihet, është si rezultat ciroz, si rezultat i çrregullimit metabolik. Kështu që kjo është përparësi, se ne edhe pasqyra edhe klinika na tregon anamnezat na tregon domethënë se prej kur rrjedh dëmtimi i mërqisë. Riku, pas atyre këshillave që fillimisht, domethënë nëse është apo jo në një fazë pak më fillestare, a thatë se nuk nuk shkoni me njerë me trajtim me ilaçe kështu me radhë. Po, unë i preferoj pacientëve të, siç thash edhe më herët, mos të përsëritem, domethënë të zvoglojnë peshën trupore, 5-10% domethënë të peshës trupore të zvoglojnë ose të binë. Body mass indeksi është shumë i rëndësishëm, domethënë parametri i belit, ato na tregojnë shumë për se sa është obesni pa gjendjen e. Një, ushqimet, trajtimin i faktorëve që mund të ndikojnë në paraqitjen e kësaj sëmundje, diabetit, hipertensionit, edhe tjera, stresit kronik që gjithashtu mund të ndikojë. Edhe japim hepatoprotektivat, domethënë ato që e mbrojnë mërqinë. Ka disa studime dhe vitamina E edhe ajo ndikon përveçse ndikon domethënë në përmirësimin e sëmundjeve, domethënë të kësaj na çrregullimit metabolik, steatohepatitis, rezultat i çrregullimit të metabolik. Mirë po, jo te pacientët me diabet edhe me sëmundje të zemrës. Ka pacientët zakonisht i dërgojnë në endokrinolog, në kardiolog, ti trajtojnë sëmundjet përkatëse që ndikojnë në këto, në çrregullimin në dëmtimin e mërqisë. A shërohet, a e trajtoni plotësisht, doktoresh? Urna? A e shëroni, a trajtohet plotësisht? Trajtohet në fazën e parë, trajtohet, po të tregoj, domethënë është ajo hepatoprotektivat. Janë sëmundjet, medikamentet cilët përdoret për diabetin, medikamentet për hiperlipidemin, normalizimin e vlerave, është normalizimin e glikemisë në gjak, apo masandej trajtohet obeziteti, zvoglimi i peshës, kjo rritja e aktivitetit fizik. Këto janë kryesorët, janë parët, cilët do duhet të ndërmarrë secili pacient për me parandalu një progres të sëmundjes, që mos të kalojnë në inflamacione, fibrozën, si dhe cirozën e me komplikimet e veta. Në këtë rast, a mund të pasi që të trajtohet një pacient i cili nuk është në atë fazë të fibrozës e kështu me radhë, ti rikthehet sërish problemin njëtë. Dhe çka në ato raste? Do të thotë se ju e ndiqni apo jo atë pacient, po a ndodh që për shembull sërish të rikthehet problemi njëti? Po. Kur ti përmbahet atyre këshillave cilat ne japim qysh ne mjekët i japim qysh në fillim, mund të rikthehet sëmundja në fazën e parë. Në fazën e dytë, gjithashtu,
në fazën fibroze është më vështirë. Edhe ato i trajtoni, si i trajtoni? Në fazën e fibrozës, tashti, edhe të këto me steatozë të mëlçisë, edhe me inflamacionin si rezultati steatozës të mëlçisë, edhe fibrozën, më herët nuk është ditë, edhe është përdorur sidomos te kjo me inflamacione dhe fibrozat, është përdorur biopsia, metoda si invazive. Tash fatmirësisht përdoret metodat jo invazive. Është metoda... Cilat janë ato, doktoresh? Se motis kemi qenë në klinikën e juaj dhe tani nuk kishim mundësi vim, se zakonisht është knatësi kur vi, ose shkoj tek një klinik me një mjek, shoh se si trajtohen pacientët, ndoshta pak edhe në një mënyrë e përjeton atë se si duket, po ja që kësaj radhe me kaq foto, me kaq shpjegime, besoj që janë të mjaftueshme për ta shëruar. Më herët është përdorur biopsia e mëlçisë gati në të gjitha rastet, domethënë edhe në diagnostifikimin, edhe në trajtimin, në përcjelljen e pacientëve gjatë trajtimit, domethënë me ilaçna. Në këtë tashti kemi përparësi, sepse 3 vitet e fundit nuk e përdorim biopsinë aq shpesh. E përdorim vetëm në rastet cilat nuk janë të qarta. Nuk është të qartë diagnoza, edhe atëherë përdoret për shembull te rastet autoimune, te hemokhromatoza, Wilson, te ato përdoret, domethënë. Mirë po, tash është lehtësim shumë i madh se pacienti, po edhe me hepatit, trajtohet për një kohë, edhe me përcjell se si ka ndiku trajtimi, është bërë biopsia pas një periudhe. Tashti jo, me metoda jo invazive, kemi në klinika, po, i punoni edhe jo. Kemi filluar për 2017, është point të sheveve elastografia cila përdoret, ka fillu të përdoret, edhe në 2023 e kemi lënë anësh pjesën invazive, dhe më thënë diagnostifikimin invaziv të mëlçisë. E përdorim me këtë metodë, por edhe metodë që është 2-dimensionale, por e kemi edhe metodën 1-dimensionale, gjithashtu që është elastografia transiente apo fibroskeni. Disiplina, do të thotë, është një kusht kryesor për të mirëmbajtur nëse jemi në fazën fillestare dhe i ndëgjojmë apo jo këshillat e juaja që i thatë. Por sa zgjat ky trajtim? Fillojmë tek rastet më të lehta e pastaj pse jo edhe te ato. Zgjat derisa të rikthehet Sërisht. Mëlçia ka efekt hospitalore, më falni, apo ambulantore? Si vdje, po pyet për fazën e parë apo për fazën e parë, pastaj ju... Për fazën e parë është për një kohë shumë shkurt. Nëse i përmbahet pacienti këshillave tona, do të rikthehet, ka efekt regenerues mëlçia. Do të rikthehet edhe do të bëhet gjithçka në rregull. Do të bjen edhe niveli i enzimeve të heparit, do të normalizohet. Mëlçia nuk do të jetë më sikur në eosonografi nuk do të kemi mëlçi të bardhë, apo kupton, do të kthehet në mëlçi normale. Ashtu siç edhe duhet. Po, siç duhet jetë. Në kompjuter nuk do të shifet hipodensitet, apo në magnet nuk do të shifen ato hepatocita të mbushura me yndyrna. Sepse tek e fundit tashti te procesat tash më sy edhe më thellë, rezistenca e insulinës shkakton lipolizën, e shkakton lipogjenezën, i mbledh gjitha yndyrnat edhe me ato radikalet e lira, krejt ato procesat është një si cirkullus viciosus, krejt ato ndikojnë në akumulimin e yndyrnave në mëlçi. Edhe rezistenca e insulinës ndikon në hipertension, nëpërmes të vazokonstriksionit, por edhe hipertensioni ndikon në rezistencën e insulinës. Po edhe ka tjetra anë, edhe obeziteti ndikon edhe në rezistencën e insulinës, edhe në hipertension. Po edhe stresi. Për ato në fillim thash, gjithçka është sikur e lidhur me tjetrën. Atëherë, pasi është edhe e lidhur, edhe duhet edhe mjaft thatë edhe vetë se i dërgoni në apo te endokrinologu kështu me radhë. Sa në fakt është me rëndësi ky bashkëpunim. Edhe sa në fakt pacientët duhet t'i zbatojnë këto rekomandime, se para se qitash është emision informativ, edukativ e kështu me radhë. Sepse ne normal përmes emisionit edhe shpjegimeve këtu nuk mund të ndikmojmë shumë, po megjithatë tua japim një rrugë,
një kështu një mënyrë se, ose një informacion se si të qarkullojnë pacientët. Sa e keni këtë... Tash kemi fillu me doktor Irfanin të bashkëpunojmë dhe të na dërgojnë edhe pacientët cilët janë me statoz të mëlçisë, mendoj me këto me diabet, të ti shofim, ti përcjellim edhe me a kanë apo nuk kanë statoz të mëlçisë edhe në çfarë faze, duke ja bërë edhe këto metodat jo invazive. Fatkeqësisht doktoresh kemi raste kur janë më serioze. Bashkëpunojmë edhe me kardiologët, bashkëpunojmë edhe endokrinologët. Është problem shumë serioz, është sëmundje e heshtur, është sëmundje e cilat mundesh ta shërosh në fazën e parë. Mos ta bim punën në fazat tjera. Kur vjen pacienti thotë, po unë doktoresh nuk kam pi as alkohol, nuk e kam as diabetin, tiroidin, hipertensionit, prej çka është. Çfarë bënin ato raste doktoresh? Po e ka hiperlipidemin, njëra prej tyre faktorëve, ose e ka diabetin. Kupton? Po edhe çka bëjmë? Asgjë, do të thënë ka ardhur në fazën e fundit, ka ardhur në fazën e cirozës. Po për ato si i kap gjitha grup moshët, po i kap edhe fëmijët, po i kap edhe më të rinjt, po i kap edhe më të moshuarit, kështu që është me rëndësi të ndikojmë në fazën e parë. Edhe nuk do të kemi. Sa mjeku familjar këtu mund të luan në rol, në parandalim edhe në diagnostikim të hershëm, pse jo edhe një internist apo jo? Se me njerë gjithë nuk mund vim në klinikën e juaj, doktoresh, ndoshta pse kemi ndonjë simptom apo trigliceridet lartë e kështu me radhë. Si shkon kjo? Si e kishit komentuar jo? Çfarë duhet bëjmë? Nuk janë të informuar, mjaftueshëm për këtë. Ato na vini më shpesh, doktoresh. Nuk janë të informuar. Se na duhet vërtet gjithë ju që jeni në këtë fushë të mjekësisë. Po, jo, nuk janë të informuar mjaftueshëm për pacientët për seriozitetin e kësaj sëmundje. Se si mundet të vi deri te faza e fundit, përderisa nuk parandalohet në fillim. Duhet të ketë fushata publike, mendoj, fushata publike, edukim të më thënë për parandalimin e këtyre sëmundjeve që janë edhe në Britaninë e Madhe, ka shumë. Sa janë të shprehura tek ne, jo, nuk kemi ende diçka të tillë. Të informohen popullata se dhe kjo është sëmundje e heshtur dhe kjo është sëmundje e cila meriton ketë informacion secili qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë vetëm po të tregoj, me thënë, është e shprehur shumë në gjithë botën. Është në vendet ku është më tepër e shprehur obeziteti, është hipertensioni, diabeti edhe stresi kronik, ushqimi jo i rregullt, jo pa përpunuar. Mirë, po kjo po vjen edhe tek ne në Ballkan. Kemi raste, për shembull, kemi një studim në Kroaci, njëra prej 3 të rriturve e kanë këtë sëmundje. Kemi studime në Serbi që tregojnë që është 25% deri në 35% të popullatës e kanë. Ne nuk kemi statistika. Kemi në Maqedoninë e Veriut të interesovan, nuk kemi ashtu diçka që është më strikt ose më të freskët. Po në bazë të informacioneve që i kemi për obezitetin edhe për hipertensionin, do të thënë numrin që kanë me obezitet, hipertension dhe diabet, kemi ardhur në përfundim që edhe tek ne është aty numrat sillen 35%, do të thënë është. Unë kam përshtypjen sikur nuk e marrim shumë me seriozitet këtë problematik derisa nuk është të vonë. Nuk i zbatojmë rekomandimet e mjekëve, gjithë e dim se nëse pak fillon të rritet niveli i yndyrave, tash të mos themi edhe trigliceridet edhe kolesteroli, por që të dyja janë, me thëna, problem në vete. Dhe sikur që dëgjonim dhe të merreshim edhe me aktivitete fizike, a është po çka me mjekësinë alternative? 30 minuta në ditë aktivitet fizik. Dieta mesdhetare, ajo është shumë e rëndësishme, domethënë të praktikojnë secili. Pemë, perime, nuk kërkohet shumë, nuk janë të shtrenjta. Gjithkush mund t'i konsumojë, t'i praktikojë. Po duhet vullnet apo jo më mërmenja? Po. Ti largojmë këto ushqimet e shpejta, të papërpunuara. Tani mos përmendim receta. Pemë, perime, drithra, peshku, vaj ullirit, ujë, më tepër hidrim, lëngje jo. Duke filluar prej fëmijëve, se edhe prej asaj moshe po paraqitet. Cilën moshë më të re keni pasur në klinikë? Ne punojmë prej moshës 14 vjeçare.
klinikë do drejton. E tash të harrova të them një rast kur ka qenë një pacient që ka pasën edhe bodimas indeksin, gjithçka në rregull, edhe nuk ka pas hipertension, nuk ka pas diabet, ka qenë me aktivitet fizik, është marrë. Absolutisht i ka praktikuar gjitha të këshilla që... Mirë po, i ka pas edhe trigliceridet dhe holesterolin në suazat normale, në nivel normal. Mirë po, është genetikisht, gjenet janë ato, mutacion të gjeneve. Për fat të keq ende nuk kemi ashtu që bën analiza në vendin ton, në vendet tjera po në vendin ton jo. Kemi edhe një fotografi aty që jo a dërgova. Besoj që i kemi, vetëm se duhet tani, po të kemi durim, do është të shofim tani që po shofim? Po është edhe faktori genetik. Kjo është fibroskeni, është... Ne, se këto e në metodat me cilat ju i diagnostikoni, apo aparatura? Po. Do është adonavie dhe tash kemi vetëm edhe një pak... Kjo është në intervenime që janë bërë. Kjo është një kolonoskopia. Intervenim. Kjo është point sheve elastografia. Edhe këtu gjithashtu. Ne po i presim fotografit me mëlqina, po? Tani të shkojmë? Gjithashtu këtu është një gastroskopi. Si duket janë të njëjta doktorish? Mos e kam lëshuar unë? Do një foto mundet, a? Kjo është gjithashtu një elastografi që është bërë, po nuk po shifet shumë mirë. Këtë po e kërkoj? Këtë po e kërkoj ajo që bëhet të kne, sheveve elastografia, si funksionon mehanizmi. Thënë, me është njësoj, si kur eosonografia, elastografia, mirë po, rrezët depërtojnë në mëlqi, edhe divergjojnë, do me thënë, largohen në mëlqi, edhe mirët, do me thënë, është pak mekanizm pak më i komplikuar për publikun, që ta shpjegoj. Ne i marrim, do me thënë, prej shifrët prej direkt në aparatin e eosonografisë, për edhe e kemi rezultatin, prej 10 matjeve që i bëjmë, e kemi rezultatin përfundimtar të mesëm, që të regon për elasticitetin e mëlqisë. Për atë forcimin e mëlqisë. Do të thonë na tregon se në çfarë faze është dëmtimi në thellësi të mëlqisë. Kjo është ajo metoda jo invazive që ne e përdorim në klinikën e gastros. Edhe në rastet me steatoz, edhe me rastet me fibroz, por edhe me ciroz. Nëse mendoni se edhe diçka tjetër, edhe pse thash është temë jashtëzakonisht me rëndësi, doni të shtoni rreth kësaj teme, dhe me thonë ta përmbyllim shkurtimisht këtë temë, që pastaj nuk mund edhe pa ju pyetur edhe për fibrozën e mëlqisë. Sa ishte ajo serioze dhe në këtë rast duhet apo jo intervenim nga kirurgët, me qenë se edhe tek diagnosja e mëlqisë ndoshta edhe përfundon apo jo në duar të një kirurgu. Jo, nuk përfundon diagnosja e mëlqisë. Se ne vetëm kemi dëgjuar, do me thënë, shumë çka, po jo rastisht po. Kur mëlqia mbushet me yndyrë. Këto qelizët e hepatocitet mbushen me yndyrë. Fibroza edhe dal nga dal me progresin e gjithë atij procesit ndodhen inflamacione. Do me thënë ndodh një ndezje theme, më shkurtimisht, e cila bën dëmtimit të strukturës së mëlqisë. Vazhdimësia e kësaj është fibroza, apo kjo hepatocitet zëvendësohen me indjen dhjamor, do të thënë me indjen fibrotik. Edhe dal nga dal vjen deri te dëmtim të strukturës së mëlqisë. Strukturës, do të thënë arkitektonike të mëlqisë është ciroza. Edhe aty ajo është e dëmtuar. Në për mëlqi kalon enë të gjakut, cilët kur është e ndryshuar, kur është e ngurcuar mëlqia, atëherë aty enë të gjakut janë të ngushtuara, edhe rritet tensioni në për enë të gjakut.
edhe tash fillojnë komplikimet e cirozës. Njëra prej komplikimeve të cirozës është hipertensioni portal në venën porte, e cila manifestohet me rritje të hipertensioni portal, manifestohet me paraqitjen e kollateraleve, paraqitjen në mënyrë kompensatore të variqeve, paraqitjen në pjesën e gypit apo tubës që e lidh fytyn me lukthit, të pjesa e periombilikale, të hemoroidet, si manifestohet, ato janë edhe rastet ma urgjente, kur kemi komplikime të mëlçisë. Splenomegalia, asciti, apo mbledhja e ujit në bark, rritja e splenomegalia është rritja e shpënitkës. Edhe si manifestohet, ato janë rastet më urgjente, manifestohet me gjakderdhje që janë rastet urgjente dhe që kanë trajtim një javësh minimum në klinikën e banës. Do të diagnosja e mëlçisë dhe fibroza nuk ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, apo jo? Që ta kemë më të qartë, fillimisht tonë e pastaj edhe shikuesit, apo jo? Komplikimet e cirozës ndikojnë pastaj sa shkaktojnë pastaj. Në fazet më të progreduara të cirozës, në ato raste bëhet edhe transplantimi, kur nuk mundet në fazët e fundit të ndërhyjet. Shpesher kemi dëgjuar, doktoresh, besoj që ndoshta edhe ju rrëfejen realisht pacientët tek ju kur tregojnë që ndoshta kanë provuar çajra të ndryshëm, përfshirë këtu limon, hudhër, e kështu me radhë. Sa këto mund ndikojnë që të ulim trigliceridet apo se dia e dini ju se zakonisht ne e dimi recetat tona që popullata i merr. Nuk jam kundër. Me dini juaj, i pys. Edhe ju tregojnë apo jo? Në këtë rast. Nuk jam kundër. Ne i kemi ato mënyrat e tona, hepatoprotektivët, mënyrat se si... Ju e bënit juaj në aspekt mjekësor, definitivisht trajtimit, por jam me këta... Jo, nuk jam kundër. Çka ka ndihmuar, përpara nuk ka ekzistuar ilaçnat, nuk kanë ekzistuar këto metodat. Faktikisht du të them këto nuk mund të dëmtojnë, apo jo? Edhe një gjë, çajra që mosha më e re tani femrat sidomos po i çajra doktoresh që po i konsumojnë për të dobësuar. Sa këto mund ta dëmtojnë mëlçin? Un jam kundër këtyre, ma merr mendja. Nuk mund ta bindi as skend. Nuk mund ta bindi pacientin. Nëse i ndëgjon këshillat e mia, në rregull. Nëse nuk i ndëgjon, kemi fluks të madh pacientëve. Vazhdojmë me tjetrin pacient. Më vjen keq që po e them kështu. Nuk mundna me ndërhyr në atë pjesë, po. Në atë pjesë. E provojnë. Deshte, ai do ta provoj. Se shpeshere dini si është në rrjetet sociale dëgjojmë gjithçka jo rastisht ju mora këtu, sonte për të na sqaruar. Jo, jam kundër, mirë po nuk mund ta më ndryshuan. Unë jap mendimin tim, nëse është ngelet tek pacienti që të zbaton këshillat apo jo. Doktoresh, minutat sinqerisht rezervuara për këtë emision të sotëm ikën shumë shpejt. Me çka do e kishit trumbulaksuar këtë emision, qoftë një mesazh në adresë të popullatës shikuesve të Provitës e kështu me radhë? Çfarë ju flen ajo në zemër që doni t'u thoni qytetarëve? Se atje dhe s'keni shumë kohë të merreni me shumë ndoshta me pacientët. Sepse dhe ju s'keni faj, se ne kemi shumë pacientë, unë isha atje, apo jo, t'ju shoh të merremi vesh për temën, nuk kisha kohë, domethënë ndaj edhe 5 minuta që t'ju tërheqi nga pacientët. Unë kisha dashur që mjekët të kujdesit primar edhe sekundar do t'i kisha lut ta marrin më seriozisht këtë problematikë, se prej atyre fillon gjithçka. Domethënë pacientit kur të shkon te mjeku i kujdesit primar, ai ka probleme, ka rritje të enzimeve të mëlçisë. Të dinë, domethënë ta trajtojnë, t'i tregojnë se çfarë duhet, çfarë nuk duhet. Të kenë më shumë informacione në këtë drejtim. Sa ishte niveli? Dhe nëse nuk mund domethënë ta rregullojnë këtë çështje. Kemi specialist? E kemi në kujdesin sekundar, domethënë kemi specialist internist. E mbasandej të vinë tek ne. Nëse nuk mund të. Ana, përkujtoni edhe një herë, doktoresh, cilat janë nivelet normale të triglicerideve në gjak, holesterollit, edhe kur duhet fillojmë të marrim masa? Kur duhet të filloni? Nëse kemi trigliceridët mbi 2
në qoftë se shkon ose holesteroli mbi 6, tash ato vlerët që dallohen prej njërës laboratorin në tjetrën janë të ndryshme, mirë po në qoftë se është mbi normalen, atër duhet të... Dhe me thënë normalja është trigliceritë 2. Qka të është mbi 2? Mbi 2 duhet të filloj me ushimin. Me ushimin edhe me aktivitete fizike. Në qoftë se shkojnë më tutje me medikamente. Definitivisht në sekundare dhe në klinika. Janë edhe ato që medikamentet që ndikojnë në sistemin gastrointestinal që mos të absorbohen, po të lërohen yndyrnat. Gjithashtu kemi edhe, tash mos të hyjë në punte endokrinologëve dhe kardiologëve, ato e din punën. Do shta ndonjëherë në një të ardhme do ju uli 2-3 kolegë të juaj këtu dhe do e trajtojmë këtë temë edhe nga këndvështrimet e fushave ose specialisteve të tjerë. Doktoresh Arzana, ishte sinqerisht kënaqësi ju kemi sonte në Provita. Unë shpresoj se edhe më të tje, do me thonë tashe të tje në fakt, do vini më shpesh në emisionin Provita, sepse kemi shumë probleme që ndoshta pak flasim për to. E kemi nevoj të dëgjojnë. Faleminderit se vjen. Ishte kënaqësi. Ja pra shikues të nderuar, kaq për sonte, siç tham më herët në studio kishim doktoreshën Arzana Hasani Jusufi, folëm për dhjamosjen e mëlçisë, ndërkohë të anën e tjetër ju presim dhe besoj se do na ndiqni bashkë me të ftuar të tjerë. Deri atëherë shikues të nderuar, miru bashkë.